Është folur shumë në fakt për sistemin dhe për mënyrën se për atë që ka sjellë ky sistem tek ne dhe në përgjithësi argumentet kanë qenë të tilla që duhet të bëjmë ç'është e mundur për ta ndryshuar. Unë nuk jam për këtë, për të ndryshuar sistemin. Pa ju mendoni se është sistemi mirë? Po. Është një sistem që si i tillë funksionon në një shoqëri demokratike. Pra sistemi proporcional e rajonal funksionon si i tillë. E keqja e këtij sistemi këtu tek ne qëndron në faktin se si në çfarë mënyrë neve e zbatojmë atë çka kemi fiksuar në kushtetutë. Kushtetuta thotë sistem rajonal dhe vetëm kaq. Para ndryshimit të 2020-s, që ose kujtohet, kushtetuta detyron edhe diçka tjetër. Ndarja e vendit për efekt të zgjedhjeve parlamentare duhet të bëhet duke referuar një ndër ndarjeve territoriale administrative. Pra mund të ndajë vendin në njësi zgjedhore 12, siç u vendos në kodin zgjedhor, ose në 61. Siç ka qenë më Këto parë. jo s'ka qenë asnjëherë. Kështu ka 61 ka qenë duhet një moment. Jo, asnjëherë nuk ka qenë. Për herë të parë pas ndryshimeve që u bë sistemit, u vendos që ndarja të bëhet sipas ndarjes qarqe dhe jo sipas ndarjes bashki. Mirë. Kjo është e para arsye pse sistemi nuk funksionon mirë këtu tek ne. Një dhe dyta, formula që sapo e thashë përdorur, formula tonë e cila favorizon gjithmonë të parin, po ashtu krijon probleme tek ne duke patur zona të tilla të vogla, 12 zona. Vetëm një ndryshim sikur të bëhet në sistem, që është propozuar dhe s'ka dashur asnjëri ta bëjë. E çuditshme për mua pse nuk kanë dashur partitë e vogla, pa PS-ja dhe PD-ja janë në drejtën e tyre, se kanë më shumë favore nga kjo gjë. Të ndahet Shqipëria në 4 njësi zgjedhore. Dhe nëse do ndajë në 4 njësi zgjedhore, efekti negativ që sjell pastaj dhe ndarja mandateve, sipas formulës tonë, sfumohet akoma më shumë. Efekti negativ i ndarjes i sistemit proporcional rajonal sfumohet akoma dhe më shumë. Dhe rezultati do të jetë shumë afër, proporcionalisht shumë afër me atë rezultat që kemi në kundit e votimit, pra me atë proporcionalitet, mënyrë të votuar. Çfarë do ndryshonte për shembull në